Oltion Çaçi, kryetari i Bashkisë së Sarandës, rezulton të ketë pasur një veprimtari intensive në tregun e pasurive të paluajtshme, që prej momentit kur mori detyrën publike. Sipas deklarimeve të dorëzuara nga vetë ai në ILDKPI për vitet 2023 dhe 2024, Çaçi ka shitur ose ka këmbyer të paktën 13 pasuri të patundshme, përfshirë apartamente, njësi tregtare dhe garazhe, ku është bashkëpronar në përqindje të ndryshme. Në deklarimin për vitin 2023, Çaçi raporton largimin nga pronësia e 6 apartamenteve me sipërfaqe nga 43 deri në 95 metra katror. Në të gjitha rastet, përqindja e zotërimit të pasurive është 16.667% dhe vlera e raportuar si përfitim është 0 lekë, çka ngre pikpyetje mbi mënyrën e transferimit apo shkëmbimit të këtyre pasurive. Në vitin 2024, trendi i largimeve vijon me ritme edhe më të larta. Kryebashkiaku deklaron 7 pasuri të tjera të shitura, përfshirë njësi tregtare, një garazh dhe 5 apartamente të tjerë me sipërfaqe të ndryshme. Edhe në këtë rast, përqindja e pronësisë mbetet 16.667%, ndërsa shumat e deklaruara si përfitime për disa objekte janë simbolike, për shembull, një njësi tregtare me 70 metër katror është shitur për vetëm 16.000 lekë, ndërsa një apartament me 71 metër katror për 43.000 lekë. Kjo veprimtari e pazakontë me pasuritë e paluajtshme ka bërë që emri Oltion Çaçit të përflitet si sheiku i Sarandës, që kontrollon lëvizjet e pronave me stilin e një biznesmeni të ndërtimit, edhe pse formaliteti i funksionit të tij publik është i papajtueshëm me këtë ritëm transaksionesh.